Që po afrohet Flamur Noka, janë disa deputet të tjerë të Partisë Demokratike që po i afrohen edhe kordonit policor. Nuk përjashtohet një mundësi ketë edhe një përplasje në këto momente, duke qenë se është vendosur edhe një kordon policie. Po i lëm me këto pamje që janë të drejt për drejta. Turmat janë duke thirrur Ramaik, ndërkohë që deputetët janë në krye të saj dhe kërkojnë të shkojnë në drejtim të godinës së kuvendit. Ka një rezistencë nga ana e policisë. Është ajo çfarë ka bërë këtë e ka bërë dhe protestat e mëparshme, bllokon rrugët dhe pamundson lëvizjen e lirë të protestuesve, duke shkaktuar sigurisht edhe reagime nga ana e deputetëve, të cilët kërkojnë të lirohet rruga dhe të vijohet normalisht me marshimin, me protestën. Kërkojnë të kalojnë kordonin policor dhe të i drejtohen selisë zhvillimit të seancave plenare kuvendit të Shqipërisë. Ka dhe konfrontim fizik mes punonjësve të policisë dhe deputetëve. Nëse mundesh Fation që të afrosh dhe pak mikrofonin, nëse është e mundur që të dëgjojmë edhe thirrjet që bëhen. Shohim që vijojnë përpjekjet e deputetëve për të zbrapsur për çfarë kordonin policor, ka përplasje në këto momente. Ja, ku hidhet sërish gaz do sjellës në këto momente, ujë, po, që të jemi sakt. Është duke hedhur ujë në drejtim të deputetëve dhe të protestuesve. Kjo është situata sigurisht dhe në drejtim të fatkeqësisht të kolegëve tanë, të cilët janë gjithmonë aty për të përcjell lajmin e fundit. Kjo është situata.